Jemi rikthyer sërish të nderuar shikues në studio dhe tani është koha e intervistës, ashtu siç e paralajmërova, mysafiri i sotëm në fakt plus është Sabet Pacolli, kryetari i degës së AKR-s për Lipjan. Mirë se vini zoti Pacolli. Mirë se u gjetët. Atë na thuaj cilat janë synimet tuaja, pra jeni zgjedhur së fundmi kryetari i degës së AKR-s në Lipjan, çka synoni të arrini? Po, jam zgjedhur me shumicën absolute të votave të AKR-s. Kur kam ardhur AKR nuk e kam gjetur edhe aq mirë, por tani numërohen shumë në ndeg dhe fal punës edhe kontributit njerëzve për rreth meje që i kemi bërë, është ka shkon shumë mirë. Pra po shkon procesi mirë dhe ka interesim të njerëzve për të bërë pjesë AKR-s? Po, ka shumë interesim dhe i falenderoj shumë qytetin e Lipjanit që më të vërtet çdo ditë vinë dhe antarësohen tek ne. Po. Çka po gjejnë ata te kjo që po vinë? Cila është plani juaj? Cila është oferta juaj për qytetarët e Lipjanit? Oferta jonë si AKR Lipjan, ndega është sinqeriteti dhe parana. Po. Derisa keni jetuar një kohë të gjatë në Suedi, çka ju shtyri realisht që të ktheheni në Kosovë dhe të përkushtoheni të merrni me politikë, por në njëjtën kohë të flasin edhe për investimet që jeni duke i bërë? Po, unë kam jetuar në Suedi, por gjithmonë kam qenë afër vendit tim. Dhe gjithashtu duke përcjell politikën vendore, kam parë se jo gjithçka shkon në rregull. Dhe të drejtën gjithashtu disa takime kam pas me presidentin Pacolli dhe më shtyri që edhe vendosa që të angazhohem në AKR dhe pikërisht për Lipjanit që ta çojmë përpara. Dhe prisni që do të merrni mbështetje qytetarëve në procesin tuaj pra në garën për kryetar të Lipjanit? Unë jam i bindur që do ta kam mbështetjen e qytetarëve të Lipjanit se më të vërtet kam marrë me një zemër të plotë, me sinqeritet dhe ato unë kam marrë për qytetarët e Lipjanit që të çojmë Lipjanin përpara. Po, vitin tjetër pra pritet të mbahen zgjedhjet për kryetarët e kësaj komune dhe jo po thoni se do të keni sukses, do t'i përkrahani qytetarët e Lipjanit. Po. Unë kam marrë mbështetjen e gjithë antarësisë në Lipjan, kur kam ardhur në Lipjan në AKR, të drejtën kam gjetur pak struktura dhe shumë pak në ndeg. Konsideroj sot që mjaft e konsideruar që numri i qindra antarëve të ri dhe në ndegve që sot flitet edhe më të vërtet në për këtë Lipjanin se kush është AKR-ja. Dhe AKR-ja është fuqizuar mjaft shumë dhe pritet edhe më shumë. Si është pritur kandidatura juaj nga qytetarët e Lipjanit? Thëmë drejtën për krajin e kom dhe çdo herë që më shkruajnë si nëpër Facebook, në portale tjera, vërtet janë të gëzuar se e dim fare mirë që unë ku marrë atu në Lipjan për të kontribuar për vendin tim, jam kthyer prej Suedisë që vërtet i tregoj se kështu duhet bëhet Lipjan e jo vetëm premtimet e kota që 16 për 17 vite imi hynë dhe asgjë s'ka ndodhur. Cila është gjendja në këtë komunë? Si jetojnë qytetarët e komunës së Lipjanit? Të them drejtën tani kam unë kontakte të vetë me shumicën e qytetarëve të Lipjanit dhe shoh mjaft varfëri, papunësi dhe shumë sa tjera. Po, ju AKR-ja realisht dega AKR-s në Lipjan është në qeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sa keni hapësirë nga partneri i koalicionit për të shfalosur idenë dhe vizionin tuaj? Po, komuna e Lipjanit numërohet me 13 drejtori, siç e dini edhe udhëheqi vetëm me 2 nga këto drejtori që do të thotë shumë pak. Por suksesi i këtyre drejtorive që udhëheqim ne, më të vërtet nuk... Thëni që ka sukses? Shumë suksese. Me këto 2 drejtori që me administratën dhe kulturën që kemi ne, qytetarët e Lipjanit e dinë shumë mirë që kemi arritë dhe kemi kurrë sukses. Edhe që janë shumë pak. Po, realisht janë 2 shumë pak drejtori nga 11 thash sa janë... Pse nuk keni arritur që të merrni me shumë drejtori pra? Të them të drejtën, atëherë unë mund të folë vetëm për këtë periudhën prej sa kam ardhur unë si kryetari i degës të AKR-s Lipjan dhe do të rezervojmë këtë pyetje se por unë besoj shumë dhe shpresoj, besimi është i madh që ne 2017 unë se bashku me bashkëpunëtorët e mi në AKR, si unë nuk do të jem kryetar, por do të jem si të them një udhëheq ose një shërbys i Lipjanit që do t'i shërbej vërtet qytetarëve të mi që kanë nevojë dhe të ecin përpara. Dhe unë e di shumë mirë në 2017 që do të jem unë
odheq i komunës së Lipjanit. Po, ndërkohë që një pyetje për nivelin qendror, a ka zoti Pacolli pra është në nivel të rikonsolidimit brendshëm të partisë, janë shuar thuajse të gjitha degët dhe nëndegët që kanë qenë, pra është hapur një proces i ri zgjedhor. Si po shkon i gjithë ky proces dhe kur prisni që të zgjidhni presidentin ose kryetarin e ri të AKR-s? Procesi i ri i konsolidimit të AKR-s po shkon shumë mirë, kjo sepse në çdo komunë ku po shkojmë ne, shohim fytyra të reja, njerëzit të ri që bashkohen AKR-s dhe neve kjo na duhet. Sot ju shihni në rend e parë të AKR-s janë njerëz të ri që dojnë punën, sinqeritetin dhe kështu do të na vazhdojmë. Besoj që vitin që vjen, ka janori, besoj që do të zgjidhet edhe presidenti i jonë i ri. Dhe do të jetë sërish zoti Pacolli? Do të jetë sërish zoti Vegjat Pacolli? Unë shpresoj se vetëm shpresë për Kosovën është zotri Pacolli, presidenti Pacolli. Po, ndërkohë që pati bërë shumë një deklaratë juaja se lidhur me çaj, pra në kohën kur po mbaheshin zgjedhjet komunale në Drenas, pati thënë se kur të theni në Kosovë do të shkoni të pini çaj në konakun e zotit Ladroci. Po, e vërtetë është kjo. Dhe kam qëndru pas atyre fjalës, se unë nuk kam thënë me një prapavit të keqe, unë kam thënë që do të shkoj në Drenac, se Drenaci i takon Kosovës dhe janë mirë prica, dhe kam desh më të të takoj përsafri popullin qytetarët e Drenacit që ka janë shumë mikprica dhe i falenderoj. Dhe pse jo shkojmë në vendin ku më të vërtet që ka kontribuar më shumti në Kosovë. Dhe jam ndi shumë mirë. Si një pritë nga qytetarët e Drenacit? Më të vërtet shumë mirë. Dhe i falenderoj nga këtu, nga studio ju, i falenderoj shumë për zemër. Po. Ndërkohë që kandidati juaj mori një rezultate relativisht e mirë, pasi arriti që të marrë 7% e vota, gjë që AKR në këtë zonë nuk e kishte arritur kur asnjëherë më parë. Do thonë si e keni parë këtë rritje të AKR-s? Po kjo do të thotë shumë, jo vetëm për Drenac, do të thotë edhe për këtë Kosovën, që më të vërtet tash ka orë koha të dalim përpara dhe vërtet tash të folim për çfarë duhet të bëjmë për Kosovën. Dhe tash Kosova më shumë si kur ka nevojë për ekonominë dhe zhvillimin e Kosovës tonë. Keni bërë një koalicion me zotin Isa Xhemali, pra kandidatin e nismës për Kosovën, apo shpresoni që të fitoni të dielën? Nuk ka shpresë, po kjo është besim që do të fitojmë në të dielën. Dhe jeni optimist pra se do të arrini një rezultat mirë? Gjithherë. Po. Ndërkohë keni qenë një përfshirë edhe në politikën suedeze, pra në këtë shtet në të cilin keni jetuar, a mund të na thoni me pak fjalë se cili është dallimi mes politikës aty dhe këto? Po, unë kam qenë aktivist i social-demokrat që sot udhëheq në Suedi. Dallimi është shumë i madh, sepse atje fillon prej zhvillimit ekonomik, se si të gjenerohet disa vende të reja të punës dhe shumë se në tjera. Ndërsa këtu në Kosovë, këtu flitet basionet, rroga, ose paga, si të thojmë, duhet thëmë është diferenca shumë e madhe kundra Kosovës dhe Suedisë. Por, unë e besoj shumë se tani populata kosovare janë vëdësuar dhe peshojnë vërtet cila është drejta edhe drejt rrugës me shku edhe ku cila parti duhet më votua dhe unë e besoj shumë në AKR. Jeni kthyer në të njëjtën kohë dhe duke investuar në Kosovë, pra në hapjen e një fabrike, a mund ta tregoni cilat janë planet e juaja? Planet e mia për Kosovë, unë nuk e mirë vetëm me politikë, kom dhe ishte më vërtet edhe bëj disa veprime ekonomike dhe kjo përkësh është fabrika MS Quality, që do të prodhon langjet Kaprisonas dhe këto janë vetëm për eksport. Nuk do të jenë për konsum brendshëm këtu në Kosovë? Jo, sa më pak të jemi të varën nga shteti për momentin, jemi tani shiti dhe më thonë eksporti vetëm për Belgjikë, Holandë dhe disa vende tjera të Evropës. Sa veta sonjoni ti punsoni në këtë fabrikë? Këtë vit besojmë në 25 vjet dhe vitin 2017, fund vitin e 2017 besoj të rinë 60 punëtorë që do të rritet prodhimi. Ndërkohë që keni sigurisht edhe plane tjera për të investuar dhe nuk është sigurisht ky projekti vetëm që keni. Gjithsesi, unë do ta shkri këtë mundin, këtë fuqinë dhe energjinë që kom dhe njohurinë time për biznesin në Lipjanin. Sigurisht do të shfrytëzoni edhe lidhjet që keni me bizneset huaja. Gjithsesi. Që të vinë dhe të investojnë. Pasi AKR identifikohet pra me sjelljen e investitorëve të huaj, kemi zotin Pacolli, një investitor mjaft fuqishëm, po ashtu edhe kryetarin e Mitrovicës Jugore, zotin Batiri. Pra edhe jo synoni që të shkoni në të njëjtën rrugë, të ndiqni hapat e dy personave. Shumë e vërtetë është që tani
kur kam arrit në Lipjan dhe jo më zgjedh si kryetar i degës komunës e Lipjanit, Takërës, dhe që tani ka interesime të plota dhe firma dhe fabrikat të fuqishme botnore për me investu në Lipjanin. Po dhe do të sjellni këto për të investuar në rast që beheni kryetari i komunës së Lipjanit? Unë nuk i quaj veten kryetar, unë do të jem shërbys i qytetarëve të Lipjanit. Po. Ndërkohë që përveç këtynve keni treguar human duke ndihmuar, duke dalë ndihmë familjeve në nevojë. Nuk kisha dash me fol për këtë, por masi me bëhet pyetjen, ardha ime në Kosovë nuk është vetëm të mirë me politikë. Po. Por çdo ditë shoh njerëz që kanë nevojë nga të ndryshme dhe sinqerisht kjo më bërë të ndihem shumë keq. Dhe deri me tani kam ndërtuar disa shtëpi dhe kam ndihmuar shumë familje me nevojë, ku do të vazhdoj ta bëj dhe gjatë ditëve, muajve dhe viteve në vend. Absolut. Do të vazhdoj se çdo herë si i ri kur kam qenë edhe kam amanet nga gjyshit prindërit të mi që çdo herë të gjinem afër njerëzve të mi. Dhe njerëzit e mi dhe zemra ime takon Kosovës dhe Lipjanit. Do të pacollën e falenderojmë shumë për kohën që ndatë për shikuesit tanë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishte intervista me Sabit Pacollin, kryetari i degës AKR për Lipjan. Ky ishte emisioni ynë i fundit për këtë javë. Bashkë do të shihemi të hënën. Mirupafshim.